pamjet e fundit që i kemi pa në kampet e policisë Kosovës, sidomos ato në Mitrovic, po dhe gjithkund, janë të mjerueshme, janë të tmerrshme. Jemi në një situatë më të rëndë që kemi qenë ndonjëherë, sidomos në aspektin e sigurisë, duke pa se çka po ndodh edhe për rreth nesh. I kisha lutë këtë lloj qeverie që nuk po don me qeverisë, që i ka krejt numrat e i ka buxhetin e gjitha, mos të bën lojna, sidomos me këtë sektor, policinë, ushtrinë edhe inteligjencën. Ju e keni pa që ndahen buxhet, mirë po nuk kryhen punë kurrë. Gjendja është e keqe, do të rrim kujdestar edhe do të shikojmë se çka po ndodh me atë sektor, edhe i kisha lutë që mos të bëjnë lojna. Ka marrë fund mo populizmi, ka marrë fund mo rënd e dallaverët, policia e Kosovës në gjendje të keqe, për mos më thonë që s'kan as uniforma e as veshmbathje. Së shpejti do të bëjmë edhe një konferencë edhe do të flasim në detaje për këtë institucion edhe për këtë sektor. Faleminderit shumë.